të veç fjalë, nuk guzon, edhe mbaroj, sepse je shumë negativ, je ekstrem shumë negativ. Ti nuk të pëlqen, sepse nuk i përballesh dot. Sepse nuk përballesh si një lojtar, po shkondren në ofendime, dhe në akuza, dhe në pretendime, Tani, pas 40 ditëve, çdo gjë është pak më e qartë, sigurisht, dhe banorët janë më të qartë e publiku, karakteristikat e tyre njihen më mirë, dhe duhet të thënë diçka. Na pëlqen s'na pëlqen ne, loja e njërit apo e tjetrit, i vetmi që po bën Big Brother të mirëfillt në atë shtëpi, për momentin deri tani, është Kristi. Sepse një armë e fortë për një lojtar të mirë të Big Brotherit është kujtesa, memoria pra, qose ti mban mend çdo gjë, çdo veprim, çdo qëndrim, çdo fjali të thënë, si është thënë dhe pse është thënë. E kam përshtypjen që Kristi e ka këtë, sepse e kam vënë re që ka një kujtesë të fortë, është i përqendruar dhe i fokusuar në lojë, aq më tepër edhe arsyen pse janë thënë ato fjali kur janë thënë. Dhe Kristi e ka këtë dhe kjo e bën atë një lojtar Big Brotheri të mirëfillt pra. Sepse po të shikojmë në dialogun që sapo ju tregova mes Selin dhe Kristit, i dallohen këto diferenca. Pra një lojtar që mban mend gjëra dhe një lojtare që nuk i kujtohet pothuajse asnjë gjë ose bën të paktën sikur si kujtohet. Por unë po marr rastin më të sinqert që nuk i kujtohet. Sepse sapo i erdhi vllai, i tha që ti je më mirë vetëm, këte po i thoshte Kristi, ndërkohë kjo i thot Kristit mos vërn gojën e familjes gjëra që si kanë thënë. Po ja pra e tha vllai, e dëgjoj gjithë Shqipëria. E dyta është Selin që po i thot Kristit që ti i thot nuk di të luash vetëm. Në fakt Kristi di të luaj vetëm. Është Selin ajo që nuk di të luaj vetëm. Është mësuar o në dyshe, o në grup. Pra kemi të bëjmë me dy tipologji lojtarësh të ndryshëm. Kemi të bëjmë një lojtar, siç është Kristi në këtë moment, i cili për mendimin tim e ka komplet të paktën raport me Selin, e ka komplet situatën në dorë dhe çdo është si ai personi që bën pyetje retorike, pra, që kur i bën pyetjet i di përgjigjet. Kurse kemi të bëjmë edhe me Selin, e cila për mendimin tim është akoma e paqartë, a duhet të ndahet nga miri apo s'duhet të ndahet nga miri, a duhet ta luaj këtë lojë kështu apo ta luaj këtë lojë ashtu, a është ndar apo s'është ndar, a ka gretën shoqe apo ka gretën kunall. Pra është një person në mëdyshje, është një person i pasigurt, ndërkohë Kristi besoj që është shumë i sigurt dhe për mendimin tim e thash në fillim që është i vetmi që po bën Big Brother.